Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Sot unë kam kënaqësinë që në këtë mëngjes shkodran të ftoj një nga artizanet e njohura në Shkodër. Ajo me punën e saj ka një histori, ka një piknisje, ka një vimësi, por me kalimin e kohës ka shpalosur aftësitë e saj në menaxhim, në kreativitetin e punës, e natyrisht me një ritëm dite, ajo realizon shumë të shka në repartin e saj të qilimave. Me mua sot në studio është artizania Nebie Qotaj. Mirëmëngjes Nebie, sa kënaqësi që ju kam sot në studio. Në fakt prej kohësh mendoj t'ju ftoj pjesëmarrëse në panajire, në repartin tuaj të qilimave atje në Zogaj, por me prodhime të shumta, natyrisht që kërkon mund djerës. Shumë respekt për njerëzit e punës, për ata që ecin me ritëm zemre në pasionin e tyre. Është sërish kënaqësi për mua Nebie që jeni sot në studio. Në radhë parë faleminderit për ftesën dhe ndjehem e vlerësuar nga ana juaj që ndodhen sot këtu në këtë studio. Në fakt, ju jeni jo pak e njohur, sepse ju bën të njohur puna, aktiviteti juaj. Është nga njëherë unë kështu mendoj, kur njeriu rrezaton me punën, pra përhap diçka me dashurinë e tij, në pasionin që ka, besoj se përveç kënaqësisë është edhe një përgjegjësi, apo jo? Kjo ka qenë ideja jeme, nisma jeme. Ringjallja traditës atë zonë ku jetoj. Dëshira për të jetuar në atë zonë ku kam leje jam rrit. Edhe kisha dëshirë me bë diçka për atë zonë. Sidomos për gratë e asaj zonë. Sepse është e rëndësishme puna në atë zonë. Sepse zona jeme ka mundësi të pakta punësimi. Do me thënë, nuk ka bujqësi, nuk ka blegtori. E vetëmja gjë që ne kena rujt me fanatizëm është tradita e anës qylyma. Dhe kjo më lind ideja, pse mos ta vazhdoj këtë, ta ringjalli këtë tradit që të bëjt diçka për veten teme edhe për ato gratë në zonë. E shumë që jeni shumë aktive, që në orët e para të mëngjesit, mbase ju zgjon dëshira për të punu, për të organizu. Natyrisht, duke i hedhur një sy repartit ku ju punoni, aty tek dashuria juaj e madhe, krahas familjes, natyrisht, besoj se zëvend dita juaj, apo jo? Jo më lërë se sot, dhe me thani jam që herët, që të lo punën gati, edhe dhe këtu të realizoj atë që më ke. Faleminderit sërish. Në fakt, ju punoni me shumë gra të zonës Zogajt. Janë vetëm të Zogajt apo vjen edhe afër Zogajt? Thash qëllimi jem ka qenë vetëm që jo të punoj vetëm për vedi, po të punojnë edhe gra tjera në atë zonë, që të punësohen ato gra. Ma tradit që kena na, paktën e vetëmja mundësi që është më punësu, po të paktën njëte ta majmë gjallë, të jetoj me një atë punë, përmisojmë cilësinë e jetës në atë zonë, edhe të familjeve tona. Unë kam fillu vetëm, me të thënë drejten, një dhomë 4x4, me 3 fëmijë, sepse burri punote peshkatar, se kjo ishte tradita jonë, burrat peshkim, gratë qilyma. Çdo shtëpi e ka pas nga një tezje. Por në kohën para demokracisë, kena pas një repart punet atje në Zogaj dhe kena artistikës, na ka pru një degë atje të ne, nga që e kena pas zenate dhe kena punu ton gratë, po ti mas andaj mas 19 u shkatru gjithë qa dhe met me në shirë satit, ta në gratë pa punë. Edhe kjo ishte ideja jeme që avash fillova me ju punoni edhe me qilima. Si janë qilima tuaj? Natyrisht duke filluar tek lënda e parë, sepse aty shikohet materiali, e më pas tek endja, krimtaria që shpaloset në to. Ne kena nik edhe traditën e vjetër të nanave tona. Adi na kanë mësu ata
qysh në fillim, dhe me thanë me enë, me mlu, me shprish, me tjerë, me ngjyros, edhe ngjyrosjen e bëjmë vetë. Edhe dhe nga dalë kam fillu me arrit me ngjyros ngjyra natyrale, jo vetëm kimike. Edhe kështu që dhe në gjysë punës, kam arrit me ngjyros ngjyra natyrale. Po si ja bën? Si ja bën? Ka gjithë Mjeshtrin. Nuk tregoj ti mjeshtrin e vetë. Po ama, unë e bëj mendimin e familjeve, por edhe të grave aty ku punojnë me mu. Ato nuk i kam vetëm punëtore, po edhe bashkëpunëtore, shoqe, dajmë të miren, dajmë të keqen, dajmë çdo gjë bashkë. Këto qilima natyrisht pëlqehen, se për ndryshe ju nuk do ta kishit vazhduar, apo ja? Shumë pëlqehen, kena kërkesa, edhe në këtë periudhë, dhe me thonë që është një periudhë e vështirë, pavarësisht karantinës që najtë me 3 muaj, si najtën tanë, po ma ne nuk mujtë me vazhdu mo dhe fillu me punën, me zika në prit, me porosit, me arën zogaj, atje vine i porosisin, atje vine i marrin, edhe nuk përtojnë hiq. Edhe janë shumë të kënaqën. Klientat nuk vinë një herë, po vinë shumë herë i njëjti klient. Kjo është suksesi, apo jo? Shumë. Qilima, por jo vetëm qilima. Rrugica, si gjade me posh, çanta, centro, qojnë peshqeshe për shembull, një këtë e blejnë nuk është se na është ndonjë kushton ndonjë gjë e madhe dhe kështu që e marrin për një peshqesh. Dalin njerëzit kënaqen. Ja, unë këtu kam një punim tuaj. Sa i bukur, çfarë ngjyrash, çfarë cilësie, është shumë e kompakte, e rast si punë. Vetë procesi punës që nëse puna ka shumë procese punët. Prandaj çdo ditë më shumë nxjerrim procese të reja, punime të reja, modele të reja. Kështu që kemi punë sa më shumë. Por edhe ngjyra shumë të këndshme, shumë bukur, i keni kombinu. Shumë bukur. Ju lumshin duart. Unë jam e nderuar që sot kam punimet tuaja këtu, si cili më i bukur se tjetri. Motive të ndryshme, ngjyra të ndryshme, fantazi natyrisht, por të gjitha janë motive shqiptare të bukura. Edhe klientat e mi, dhe me thanë, porosisin ma shumë motive shqiptare. Ne e kena rujt këtë traditën e motiveve shqiptare, po atë kena kërkesa ma shumë. Dhe me thanë, motivet shqiptare. Pavarësisht se ata zgjedhin vetë modelin, e binë ndonjëherë edhe vetë modelin, po ama motivin shqiptar nuk e loj. Po ku ka më bukur se kjo çantë, me motivet e tona kombëtare. Ju e keni sjell enkas për studion ton, sa bukur. Ashtu siç mikrofonat dhe logoja jon, ja të shohim në sfond, kanë ngjyrat e flamurit, edhe kjo çantë e bukur ka pikërisht ngjyrat dhe motivet tona kombëtare. Motive në vjetër. Shumë bukur, jashtëzakonisht bukur. Ju lumshin duart. Faleminderit. Nuk është as pak e çuditshme të mendosh se vetëm pasioni e bën këtë. Pasionin qofse gratë që punojnë aty te unë punojnë 8 orë ose 7 orë, unë punoj 18, bashkë me familjen teme. A nuk lodhem kur. Nata na ndan punën. Asnjëherë s'po shoh. Vetëm me realizu porosinat e klientave, me ndaj korrekt njerëzve, me dalë të kënaqur njerëzit, me dalë punëtorët e kënaqura. Gjithë rreth. Kjo është më shumë se dashuri, një marrëdhënie shumë planshme me punën, me njerëzit, me ata që u vinë, me këto bashkëpunëtorë tuaj. Nihem e vlerësume, jo vetëm nga familja jeme, por edhe nga punëtorët e mia që punoj me ta, nga komuniteti atë për rreth, sepse kam zgjedh një mundësi punësimit për ata gratë. Dhe kushdo që vjen zogej, thonë çonet e nebia, nuk e lojnë me kalu parte. Kushdo njeri i fshatit. Jashtëzakonisht bukur. Kanë shumë respekt e i falenderoj shumë. Patjetër që kjo dashuri lind nga tradita juaj, nga tradita e familjes, por edhe zonës. Shumë.
Që vogël je njohur me punimin? Po, para se me hin punë kam mësu zenadën, se na kam mësu nana, gjyshja, stërgjyshja, ma kam mësu zenadën. E kam ditë zenadën kur kam hin punë të shtetit tonë. E kam ditë zenadën. Se unë kisha në qef në fakt se kam mësu shumë. I kam ditë librat prej në fillim e në fund. Edhe kam pas qef me vazhdu për largësia, mundësia, 7 fëmijë, kishim mundësi me vazhdu shkollën e shumë kam me të pengë. Pavarësisht se ma vonë kam marru shkollën e mesme, njashtu të punu edhe të bë trajnimet në Shkodër, për institucionet ndryshme me universitetet ekonomike, këta që më kanë dhënë leksione edhe ja kam dalë manë. Për me ecë për para, mas me metë, dhe me thanë, mas me metë, kishe qef, kur mas me ngellë mrapa, me ecë para, kam hasë shumë vështërsi, shumë kam hasë vështërsi, ama ja kam dalë me mënimin e familjeve dhe të gravet që punojnë aty. Kur ju flisni, unë mendoj që ju jeni një universitet në vete. Sepse për ndrysha nuk do të kishi krijuar këtë ecuri tuajen. Të punosh është vërtet një vlerë, por të dish dhe të drejtosh dhe të menaxhosh, të organizosh, të kesh një mendim perspektiv të zhvillimit, të merresh me të gjitha këto procese pune. Kjo është mëse një shkollë e mirë e lartë. Edhe gratë më pyesin për çfarë dalë, do të thënë, për një motiv më të vogël, për një porosi që vinë më kërkojnë, edhe në qoftë jam me zanën, sepse unë punoj 4 veta bashkë me 4 gra, do të thonë punojmë bashkë, 4 gra një të zjetë. Më falë, ju edhe punoni, edhe drejtoni? Po tjetër, punoj, normën teme e bajon, do të punoj, do të marrë rrugën teme, ne dajmë 4 aty ku punoj bashkë me gratë, 4 pjesë një qëllim që bajmë. Po, çdo gjë e daj bashkë njësej me punëtorët e mia. Si që duket ky drejt peshimi punës, ju ka mbajtur të lidhura dhe shumë harmonike me njëra tjetrën. Shumë. Puna ka dhe debate, nuk them se për punë, se ja për gjëra tjera. Po, amo, kalojmë shumë mirë, edhe shkan gjithë qanë vend vetë, edhe kalojmë hallet, e familjet tregon gjithkush ato të vetat, burrit, familjes, fëmijëve, po amo herë qeshna, herë bërtasim, po kënaqina. Sa punëtore keni në... 12 gra jena bashkë. 12 gra? Që të thotë 12 familje e kanë drejtimin nga ai repart? Kanë kenë edhe 6 vajza nga Shiroka i kam mësu. Përveç këtyne kam mësu edhe vajzat reja gjatë verës, vajzat i bojnë ta vajzat e shkollës, dhe më thajnë. Po kjo është mjeshtri, kjo është shumë bukur. Jam saj unë, nuk përtoj. Me shumë dëshirë jam saj, që me dzjerë disa fitime për libra, për shkollën, edhe kështu që vinë 3 mujtë e verës, vajzat e reja. Interesohen të rejat për punën e dorës? Po, interesohen pra gjatë verës kur kanë pushim, se janë në për shkolla, kurse këta që punojnë janë gra, familjarë, dhe më thonë. Prej 30, 20 e sa, deri. Po, shumë bukur. Natyrisht, lënda e parë ka shumë rëndësi. Si siguroni? Tashti, leshin e deles e tresin njerëzit. Kanë fillu me tret në për malin e për kësho. Po unë jam lidhë me disa blektar që ma bin të shpija, dhe më thonë, me telefon, edhe ma bin, se me tret, që ne lajmë, e shprishim, e tjerrim, e ngjyrosim me zjerm, nezim zjerm ta në ditën, gjithë ta ngjyrosim ngjyrën që duhet me ngjyros, për shumë të kuqet zezë, ose ngjyrë tjetër, por amo vetëm s'diskutohet se si baj se më nëjmën familja, se pa anënimin e saj nuk kisha arrit deri këto. Bukur shumë. Keni shumë bashkëpunëtor këto blektor, sepse dikur lënda e parë vlerësohet shumë. Pse tretet tani? Tretet, tani se s'punojnë. Kjo është drejt zhdukjes, të më thonë, edhe çdo gjë, çdo zanat është drejt zhdukjes. Po amo, ne e kena rujt dhe më vjen keq me zhduket zanat, sepse kërkohet.
kërkohet, për ditë kërkojnë qylyma. Në kjo situatë kërkojnë, kanë dalë pa nerë thaq, kanë kërku shumë, kanë përësit shumë. Janë turist apo vendas? Jo vendas. Për një atës kisha frikë se mes pa punë. Se thoshin ju jetoni me turizm. Ne jetoj me turizm, vim turistat, po amo infrastruktura na mungan se nuk vinë autobusat. Vinë vetëm me bicikleta, me makinat vogla. Po vinë një bleni gjotë vogël. Po amo punën kryesore e kam vetëm nga Shqipëria, Tregu vendas. të cilët nuk nda Shkodra sidamas. Ka ble Shkodra kësa rallë panajer, qylyma, rrugica, çanta, peshqeshe, gjithë qa. Sa bukur. Shumë e knaqër. Kishe një shoqat edhe qytetet tjera, po Gjinokastra, Tirana, Durrësi, tanë vinë e porosisin edhe me telefon, ta sa është interneti, po amo, të shë kam më të këllaj, pra na kena punë ma shumë, po amo, prej, kush e dinë se ku punaj, nuk i lanë pa porosi, qëllim. Gjë shumë e bukur. Shumë. Po mirë, këto proceset që ju i përmendët me lëndën e parë, me ngjyrosjen, janë procese që bëhen verës apo përgjatë gjithë stinës së vitit? Jo, kërkesa është dimër, është edhe në verë. Pa ama duhet me ngjyros ngjyrën që kërkon klienti. Në kohën kur e kërkon. Unë ndoshta kam gjendje material se e bëjmë verës ma shumë, pa amo kërkon një ngjyrë që nuk e kam, edhe duhet me e bë se s'bën. Edhe kështu e bëjnë në çdo kohë. Dhe për më tepër, këto janë ngjyra organike. Nuk janë sintetike, të sjella, ju i realizoni vetë. Ngjyrat natyrale i realizoj ma shumë, kam ofru ma shumë se dëshira jeme për me pas ngjyra natyrale, se ngjyrat kimike janë ndryshe, se për shembull vjen nga Greqia, nga Italia, ngjyra kuqe dhe zeza. Këtë s'kena arrit me bo akoma, do të thonë ala me realizu natyrale. Po amo jam kërkim, sepse Zogaj është një zonë që ka bimësi, sa do pak, po amo kam gjetë ngjyrat, bimësin e aty në ngjyrave që du unë me realizu. Dhe kam arrit me realizu, edhe për këte kam dëshirë me bo një projekt që inshallah dan Zoti më realizohet. Dhe ju jeni edhe kimiste. Sa bukur. Vetëm pasioni dhe dashuria, puna, dëshira për punë. Dëshira për pasionin, për punën. Gjë shumë e bukur. Keni pasur shumë vështirësi, më thatë, por i keni ka përcyer. Po se gjithë gratë Shqipërisë, dhe me thonë, sidomos në të fshatit, tash jeni edhe lagje qytetit. Ju jeni lagje qytetit Zogaj, shumë afër, vihet me bicikletë, rruga do të rregullohet më shumë. Pëlqen shumë ai vend dhe thonë kam motrën e vlla në Shkodër, hajde me jetu në Shkodër, më kanë thonë shumë herë, ke punë më shumë. Po jo kisha dëshirë me jetu atje në vendin tim. Si është e reparti juaj? Po një reparti thjesht, jem është, me të në drejten, me ta diftu historinë e këti repartit tem. Shumë e shtirë, po. Ja kam dalë. Kam pas tash, kam fillu i dhomë 4x4, me 3 fëmijë, aty gatushe, aty pritëshe njerëzit, aty festoshe festat. Aty punoshe. Po, amo kam punu 3 vjetë aty. Pa nuk ja delë shema sepse puna grumullën, ato me turinat e vetas, edhe fëmijët e kishën vështirë, edhe më lini ideja, i thamë bashortit, ata marrim një shtëpi të braktisur, se në Zogaj kanë dalë me kohë në Shkodër, kanë ikë prej Zogët. Ade nuk, jo vetëm tash në demokraci, po edhe për para. Edhe me heret kanë ikë prej Zogët e kanë dalë në Shkodër. Edhe ka pas shtëpia aty. Po ku dhe me i marrë lekt më i grumë, thët. Po s'kishe mas 20.000 lekt në shtëpi, se burin e kisha peshkotar, po atëherë në fillim demokracisë, 94-95, fillej edhe i vjellshin rjetat, e kështu se... Probleme të tjera. Probleme të tjera, dhe me thonë se u gjithë që u shkatru. Kishim vetëm 20.000 lek, vjetra në shpi. Ndash me thamë, po i thonën, po i thamë asaj, se ishin 3 vajza. 3 vajza,
kishin dek nëna e baba, dhe ato ishin partume në Shkodër, shtëpia ishte bashkë në Zogë. Po ishte e vjetër, ama, se kishin pas djalë shumë e shkatruar shtëpia. Pa dyrë, pa pegjere, po aqë sa me shti kryt mrenë. Hajtë, ju thamë të pajthonat na presin. Pasi lek na presin, disa vjetë, dërsa t'i djerim lek, se ku me i marrë lek. Pranunen ata. Pranunen ata vajzat. O, shqyqër që për na bleni shpinë, s'ka gjo vetë ta shohim shkipin në kam. Shumë e knaqën, thash, sa ta heku të zjehin preti, që të rrinë fëmijët lirshëm, e pastër, edhe çkaj. Morra i shoqe, shkova të aja shtëpia, fillova me punu. Vetë e dyta. Fillon kërkesat të ushtu ma shumë, se vishin emigrantat, doshin peshqeshe me quja shtetit, me qylyma, se dolin tapetat, po se mu shumë kanë thonë, kanë dalë tapetat në bijet, qa duhan qylymat mas puna, kanë dalë tapetat. Ndash, thoshe gjithkush e ka vlerën e vetë, i këtë kena na tradit, i këtë du me e vazhdu, si ja me zoj me bo tapeta, baj qylyma. E thamën, kja e zenada jonë. Vazhdova me aqoqin, kërkesat të ushtu edhe të mësu gra tjera. Boshe normën teme, paradite mësoshe gra tjera, se kisha shumë kërkesa, fillun kërkesat se morra pjesë edhe në Panajër. Panajërën e parë, kam marrë në Shkodër, në 98-ën, e falenderoj Berezën e Pedibren, e shkrytare shoqat. Krytare e shoqat, gruaja intelektuale shkodrane, e cila ma banit njoftën veprimtarin teme. Ishte hera parë që mesha pjesë Panajër, po pat një sukses jashtëzakonshëm, kërkesat pa pame, nga që 2 vjetë nuk kam mujt me akry kërkesat klientave. Kaq sukses. E ndërtove atë shtëpi pastaj? Jo. Kam punu pa derë, pa pegjere. Një ashtë dimër verë, pa nërtu, s'kishe lek me nërtu. Veç me punu, e me ble material, me bo qylymat që kishim përësi. Po, të gjitha i investoshin në prodhim? Në prodhim, po. Për me investu masanajna, shka një Panajër tjetër, si me aboj, tham një shoqës që bote tapeta, bote së gjade, që shtrejta. Thamon, kam nevoj për disa lek, tham se du me investu, se mërtit me tham adimër e spunohet pas zjermë. E veshim stufen, po ishte si me vuna barë. Dhe nuk dzete. Edhe thët, kam djalin, ma i thët, jo në ha banë këtë, kam djalin. Thët, më punën, çfarë riskët? Pa bisedaj thët me djalin, në ushta bëhet diqa. Shkaj të baba, kam babën afer aty, familjen, gjinin, djem, vleznit, motrat. O ti, ku lypet, lek thoshin mu. Pa më duhan, a keni ju me më thonë? Ja. Baba jem thote, as du me më lyp kush, as du me lyp kuj. Po. Një Kishte një moral dhe material. Po. Pse ti tesh pa lyp, më thote mu. Pa më duhet për punë, marë babi, thoshe. Kam nevoj, unë du me punu. Ju morët i kredi. Mora atë kredi, si e mora. Shkova atje, po do të një garant. Kush marë garant? Vleznit ja, baba ja. Motrat jas në gjotë e kërkush. I thamë burrit, por zotin kur nuk më gjenë kush, ti të pakten, mu shememen babës tamë. Ti të pakten, son, i këtë mundësi ma kry. A i më gjaj, e më shteti i den teme, edhe shkova me vjehrin, me burrin, aty, të banka. A në fakt ishte 80 vjeç, me i fesin kry, kujtoshin sa ashtë, a i delte për ditë në biciklet Shkodër, pa kujtoshin sa ashtë i marum. Ja, nuk banë më thonin, se ky përna des në esër, nuk në gjun me më dhonë. E tham ati djalit kësaj që kishte hi, parë zotin i kjo është më i fort se ti. Pa ma bani këtë në herën e parë. Masa na i shohi me bojmë, hi garanton ma qaketi, t'lo shpin, t'lo tana. I thamon, veç aman ma kry këtë se e kam shumë të nevojshme. Dikur, jo më shmenja. Morra 6 herë lek në banë, kam marrë, kur sa herë kam pas nevoj për me nërtu për punën, me bojt e zje, me ble material, për gjanë tjera, me quj murë, vetëm për punën. Amo, vjehrë gjallë.
vetëm dashuria e madhe, vetëm ai pasion dhe dëshirat e mira bëjnë që gjërat të Janë tilla të habit kur bukura e kanë marrë vesh. të Më realizohen. qoshin kartolina falenderimit, falenderojmë në bije për kestin që dhe më thënë, e sakt. Ti e shlyve atë kredi dhe ndërtove. E shlyva, e lshes. Sa bukur. Masa ne kam pas prap herë tjetër vështërsi, sepse nga që tjershim leshin me dorë, edhe vënoshim me boqilymat, i kam shtin punë tonë plakat e fshatit. Tanë plakat e fshatit në punë, me tjerë lesh. Vetëm me bo kërkesa që kërkoshim, se kishim shumë kërkesa, fillon kërkesat e shumëta. Të përgjigjen me një herë? Shumë, se kishin tanë zenat, ishin gatshme, ishin shumë të lumëtëra, që i epshe lekun, që i e boshin atë punë aq mirë, për me bëj qëllën bukur. Por, ama, prap me që mrapa me punë se vënoshim, se ata boshin i kilen dita, dhe. Më lind ideja me ble makineri tash me përpunu leshin ma shpejt. Se sa boshin ata për i dit, për një orë, u boshin 10 kile për një orë me makineri. Prap me shku në bankën. Sa bukur. Keni mekanizuar prodhimin tuaj. Kam hi masana në 2 banka, më kanë mu edhe drejtoria bujqësis me një bank, edhe pro krediti, edhe kështu që pak vetë që kam punu, edhe kështu që arrita me ble këtë makineri edhe realizova atë që deshta. Më vite keq për plakat se ju haq risku i rogë se i priqin lekt. Po s'ka gjë, ato zonja kanë nuset e tyre, kanë vajzat e tyre. Po, pa tjetër, kanë nuset e tyre atë, pa më vite keq se ishin mësu me pas lekun me aquj lekt se kështu, o në bije, në le pa pun. Jo moj në bije, a jeni të zoj, e tjerë një prap, po vetëm mamo më duhet shumë shpejt se më duhet me gjithë. Çështja e kohës. Çështja e kohës. Që shumë e bukur. Shumë vështërsi, po, a moj kam kalu tana mendimin e familjes e të shoqeve, aty të grave, të fshatit sidomos, edhe fshatin ka një mu. Unë fakt, bes me një mbresti jashtëzakonshme, ti në bie nuk je një universitet, je shumë universitete. Ka marrë shumë pjesë në panajire. Ku kishte panajire kam shku, edhe ajo më ka dhonë nim, dhe me thonë se janë shtu kërkesat, që mas me... Ideja ishte, e jemja ishte me garantu punën, mas me mungo puna, ata punëtore që kam hekzi me imsu, dhe me thonë, që kam mësu vetë me dëshirë, pas një në të rezët me punu ata për vedi, me jetu për vedi, me përmirësu cilësinë e jetës në familjes tyne, kishe mas me metë pa punë, edhe asë edhe i ditë s'kanë metë pa punë. Kjo është mëse mbërslanë. Në radhë të parë në marrëdhënien që ti krijon, edhe në punën paralelisht, në kreativitetin tënd, si kanë vijuar standardet tuaja, modelet tuaja, asortimentet tuaja, ato punë të para, si u pritën, cila që puna e parë që ty të dha një hov, atëherë kur dole e vetë, si thuash, e pavarur, me krijimin e këtij reparti që u zgjeru, si që ajo punë e parë? Nuk ka kene letë, dhe me thonë, dal nga dalë ka rritë gjithë qa, sepse nuk rritë fill, dhe me thonë, janë 20 e sa vjetë, nuk ashtë kollaj. Nuk ka kene letë për një nanë, me rritë fmit, me shkollu fmit. I ki shkollu fmit? 3. Ama... Kanë interes fëmijët për repartin tënë? E din? Ke vajza po djemë? 2 vajza ideal. I paqshme je. Faleminderit. Vajzave në rrallë parë ja kam mësu zenadën e erë. Nuk ja kam lanë pa mësu, pavarësisht shkollave që kanë kry, pa ama zenadën ja kam mësu. Ta keni aty për vedi. Ama kjo madhë jam në manë shumë, se kam këtu në Shkodër të martume, edhe më në manë shumë, qep qantat, në manë panajire, në manë të në aspektet. Ato kanë marrë shkollimet tjera, pa tjetër? Po, shkollimet tjera. Kurse djallin e kam tash në manë mu shumë.
Djali. Djali është çdo punë që bajon e bën edhe ai. Prandaj ai është në ka gjamu, ka dëshirë me ndaj këto. Dhe me thanë se ka motrë në Itali, për shembull, ka njerëz të afër me ti në Gjermani, e gjithku edhe shokët e vet i thojnë, dhe me thanë, hajde Samet, sa është. Ja kështu, ja është ma mirë, ja ashtu, po ai ka qef me bo diqa dhe ai kështu si unë, për vendin e vet. Edhe në iman shumë si vajzë. Ato gra dhe ato vajza që punojnë me ty, nuk janë thjesht të punësuara, janë bashkëpunëtorët tuaja. Dhe kur ka një marrëdhënie të mirë, do të thotë që merr mendimin, këmben mendimet, por edhe problemet e jetës, të gjitha janë aty bashk. Çdo ditë. Të gëzon kjo lloj marrëdhënie që ato njerëz të bëhen shumë të afërt tashmë. Shumë, se harrojmë çdo gjë që edhe koka me na dhimbë, ne harrojmë dhimbën e kokës. Se ndrojmë çdo muhabet, tregojmë çdo ngjarje në shtëpi, çka gatuim. Këmbëni eksperiencat. Gjithçka, edhe ne gatuim mirë, nuk është ashtu peshk për shembull për ditë, se ne kena prej liçenit edhe. Ju e hani drekën së bashku? Jo, nuk e ham drekën së bashku, se e kena shtëpiat 10 hapa, shumë. 10 hapa prej punës, domethënë. Për janë tonë rrotullat afër shtëpisë teme, është shumë. Edhe mblidheni prap pas dite. Po më shumë herë organizojmë dreka, hajmë aty. Për shembull, gatuim peshkun e hajmë tonë bashkë aty, në fest, për shembull. Shumë bukur. Aty te reparti. Sa kohë ju kushton që të përfundoni një qilim të përmasave mesatare? Përmasat janë të ndryshme, por amo një qëllim 3 me 2 gjys, sepse punojmë 4 veta, punojmë një javë dhe ditë. Varet, kush e dan më shpejt e bëjmë prap, më shpejt dalim një orë më shumë prap. Sa orë punojnë në ditë? Po 7 orë. Varet, kur është mundësia nëse kena me marru, punojmë edhe 8 orë, 9 orë, vim edhe mas dite bashkë, 1 orë, 2, e krymë atë. Por ësi nuk e lajmë pa kry, në datën e caktume, për me kenë korrekt me klientët që të vinë prap. Në fakt, gjithë kjo punë e juaja, si që thash më herët në fillim të bisedës ju ka bërë të njohur. Dhe është vlerësuar, ju jeni antare e bordit të shoqatës artizanëve dhe zejtarëve. Çfarë ju jep ky pozicioni juaj, çfarë përgjegjësish dhe hapësirash ju jep ky pozicion? Zoti Zevgjini, kur ishte disa ditë më parë në studion tonë, natyrisht ju përmendi me shumë respekt. Po, nihem e vlerësume, sepse shpesh herë, kur mlena bëjmë debate për problemet ndryshme të shoqatës, panajireve, sepse nuk kena pas shumë shtetje, me të drejten, nga shoqatat ose nga institucionet ndryshme. Artizanët nuk kanë shumë shtetje, e pranaj dojnë pak shtetje të kenë që të ecin pak para, sepse shumica janë të ngellë, të metë në vend numra. Sa a gjëna, se një zenad me lanë për gjysë, edhe mas me trashëgu, më vjen keq, pranaj unë s'nalem duke transmetu varzave grave të reja, vetëm që trashëgohet kjo tradit, mos Në fakt, traditat tona janë të bukura, shumë të bukura, por njerëz si ty në bie, edhe të tjerë që janë mjeshtra, kanë meritën e madhe që i përtrin, i gjallërojnë, i çojnë më tej, por edhe i përhapin me anë të reparteve që kanë krijuar, gjë shumë e bukur. Kam parë edhe zonja të tjera dhe zotrim. Dua t'i përmend, ndoshta mund të harroj, prandaj po i lë emrat, sepse janë shumë të nderuar. Unë thash që gratë kanë punu edhe në për shtëpia. Më thonë, në fillim kanë fillu pa amo, kishin qef vetëm me ardhë me punu aty bashk, tanë bashk. E kjo ishte ideja që mu grumullu tanë një vend edhe me punu bashk, edhe këto kanë pas knajtësin me ardhë me punu me mu, edhe kështu në bia a ki vend, apo merë, apo ashtu, edhe u kanë bo pa mujtën për me a gjetë një vend aty me fut në të repart vogël, a i repart ashtë 9 me 4,
prap është i vogël për hapësirat tuaja. Megjithatë, Prap, megjithatë, atë punojmë. unë qëndroj te ajo zemra që don punën, don njerëzit. Duhet të prek edhe një anë tuajën. Nuk e di sa jeni e gatshme të më përgjigjeni, por gjithsesi unë dua ta them. Nuk jeni thjesht një punëdhënësa, nuk jeni thjesht një mjeshtre, nuk jeni thjesht një menaxhere, e të tjerë, një grua kreative, e shkathët, e guximshme. Jeni edhe një grua që ju pëlqen të ndihmoni të tjerët, të krijoni një marrëdhënie të jashtëzakonshme, sidomos kur ata kanë nevojë. Ose t'i dhuroni dashuri dhe miqësi në çastet më të bukura të jetës, të festave, të dhuroni diçka edhe materiale. Natyrisht çdo gjë lind nga shpirti. Nuk e di se si mund të më përgjigjeni në këtë pikë të rëndësishme të shpirtit tuaj. Këtë kam pas dëshirë gjithmonë, me ndihmu sa do pak, me gjithë shpirt që kam mundësi. Po ama nuk i kam bë publike kur ata gjona që ato ba mirësi aq sa kam pas mundësi me bë, e kam bë, po kurse kam bë publike. Kam ndihmu punëtoret, kam ndihmu shoqet që marrin pjesë në panajire, kur kanë pas nevojë, me aq mundësi sa kam pas, por ama punëtoret për çdo fest i stimuloj për me një gjë të bukur. Ju thatë që edhe keni krijuar marrëdhënie komunikimi, bashkëpunimi me shoqet e tjera, meqense jeni edhe anëtare e bordit të shoqatës artizanëve dhe zejtarëve. Keni krijuar marrëdhënie komunikimi të mirë. Çfarë mendon se është e rëndësishme që gratë të jenë një forcë e konsiderueshme tek artizanati dhe zejtaria? Gratë nuk duhet të ndalen, duhet me qenë të forta, duhet me qenë të guximshme, duhet me marrë një veprim me kry atë që ka nërmend me bë, dhe me thonë, me çu deri në fund atë veprim, mas me lanë traditën me humë, me ecë përpara gjithmonë, me a thonë fjallën atë që ashtë e drejtë me thonë nërsy, qoftë edhe kryetarit, se shumë herë kam bën debate edhe me kryetarin, Zevgjinin, edhe ti sa herë më thote në bie ti s'm kuptan, të kuptaj shumë mirë, pa duhet të drejten atë që duhet me thonë, du me thonë e ta tham nërsy, thoshe, gjithmonë. Ti ishe drejt me veten, me të tjerët, natyrisht është një nga ato pasaportat që t'jep mundësi për të ecur, apo jo në bie. Kur fillon dhe mbaron një ditë pune e jotja? Unë qohem natën mes në 6 ora, se duhet me bë tash, unë jam familjare dhe edhe punë të shtëpisë duhet me bë, edhe në 8 sahatin e fillojmë punën bashkë me gratë, deri në 3, edhe masa ne hajmë dreken, masa ne vazhdojmë prap punën për me pregadit për nesër grave, që me kenë gati, mas me hu mas i minut, me vazhdu punën gratë në orën 8. Se bëj materialet gati, tana unë i kam porosinat, tana përgjësit, dhe me thanë. Pavarësisht se unë punoj bashkë me gratë, pa mo përgjësit i kam të shumëta, familjes, punës, të klientave. Të materialeve, të përgatitis të tyre, të asortimenteve, të modeleve, të ngjyrave. Tana punë t'i bëj vetë. Po dhe më shëndet jeni mjaft mirë, mashallah, apo jo? Po puna nuk të bën gjë. Thonë puna të lollë, po puna të lollë, po amo, kur je qetë, kur t'ecë puna mirë, kur s'ke fjalë, kur mundosh me punu drejt, dhe me thonë, edhe je kënaqur me punën, janë të kënaqur klientat edhe kështu që fle rahat.
Një shpirt i paqt, shumë aktiv dhe me shumë mjeshtri. E bie. Unë besoj se ata që të kanë ndjekur, sot jo thjesht janë kënaqur. Ata janë frymëzuar prej teje, ashtu si që unë frymëzohem. Sepse vetëm guximi, drejtësia, cilësitë shumë profesionale tuaja, por edhe korrektësia, marrëdhënia njerëzore, janë një kompleks që bëjnë që një njerëz si ti të ecë, të menaxhoj, të punoj, të mjeshtroj në punën e saj. Këto prodhime që sot i kam në studio janë shumë të veçanta. Kjo çantë me motivet e flamurit, por edhe këto qendro shumë të bukura, me ngjyra dhe një punim. Ju vetë keni punu këta, apo ndonjë punëtore juaja? Jo, punëtore tjera, vajza jeme, edhe vajza punën. Sa bukur e ka punu. Unë dëshiroj që t'ju falenderoj shumë. T'ju falenderoj për punën, për fjalët, për frymëzimin që jepni njerëzve, për ditët tuaja që kanë një emër, që kanë emër dashurinë për punën dhe për njerëzit. Ishte shumë kënaqësi. Ishte shumë kënaqësi në bie edhe në projektet që ti ke. Sepse ato natyrisht janë hapat tuaj të sotëm dhe të nesër. Janë shikimi yt për sot dhe për nesër. Paqjetën e gjatë, shëndet, mbarësi dhe këtë mirësi në shpirt për punën dhe njerëzit. Faleminderit. Dhe ju prismar. Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër, sot në studion ton ishte mjeshtria artizane, por jo vetëm, një menaxhere mrekullueshme e punës së grave dhe vajzave të zogajt, Nebie Qotaj.